As pas takimit të presidentes Vjosa Osmani me kryerët e partive parlamentare të njëjtën, nuk është shënuar ndonjë përparim për zhbllokimin e ngërçit politik, i cili është shkaktuar nga dështimet e njëpasnjëshme për konstituimin e Kuvendit të Kosovës 3 muaj pas zgjedhjeve. Presidenti Osmani tha pas takimit se nuk ka pajtim rreth konstituimit të Kuvendit, por shtoi se ka parë një disponim minimal tek liderët partijak për të gjetur një zgjedhje për këtë çështje. Osmani tha se ky ishte vetëm një takim i parë dhe paralajmëroi se takimet do të vazhdojnë dhe javën tjetër me secilin lider veç nëse është e nevojshme. E në lidhje me këtë takim, ka folur dhe eksperti austriak Gunther Feiglinger. Së pari ai përmend disa nga dëmet që i faturohen Kosovës shkak i bllokadës së krijuar. Madje eksperti austriak tha se tani është koha që të jap Osmani dorëheqjen nga posti i presidentes dhe të bëhet kryetare e Kuvendit, pasi sipas tij ky do të ishte një gest fisnik dhe do ta nxjerrte vendin nga kriza, ndonse e vlerëson punën e saj si presidente. Kriza dhe ngërçi aktual po i kushton shtrenjtë Kosovës. Vetë presidentja vlerëson kostot deri në 900.000 euro. Edhe më të larta janë kostot politike për dëmtimin e reputacionit të Kosovës brenda BE-s dhe NATO-s, pasi Kosova shihet si kaos dhe njohë si një demokraci e pjekur dhe klasa politike si e papërgjegjshme dhe e papjekur. Tani është koha që Osmani të thyejë ngërçin dhe të tregojë se është më e pjekura dhe më e përgjegjshmja nga të gjithë udhëheqësit dhe të jap dorëheqje nga presidenca. Ky është një gest fisnik, por ka mbetur vetëm një vit në mandatin e saj dhe ajo nuk ka asnjë mënyrë për të rizgjidhur, pavarësisht performancës së saj të shkëlqyer dhe reputacionit të shkëlqyer në Europë, Amerikë dhe botë, siç e ka treguar dhe pritja e saj e fundit triumfale në Azi, Austri dhe Amerikë, ka deklaruar ai. Feiglinger konsideron se kjo do të ishte një mundësi shumë e mirë për të thyer ngërçin e krijuar politik me Osmanin kryeparlamentare dhe me një qeveri të përbërë nga partitë shqiptare, e cila do të minonte ndikimin e listës serbe dhe presionin e Grenelit. Mënyra më e mirë për të thyer ngërçin është që Vjosa Osmani të jap dorëheqjen dhe të njoftojë qëllimin e saj për të komanduar si kryetare e parlamentit dhe që të gjitha partitë e shqiptarëve të Kosovës ta zgjidhin atë si kryetare. Kjo i ofron asaj një mandat të ri 4 vjeçar për të përfaqësuar Kosovën ndërkombëtarisht dhe për të vazhduar punën e saj të shkëlqyer për Kosovën në një rol të rëndësishëm. Nevoja për të zgjedhur një president të ri shteti ofron një mundësi të re për udhëheqësit e Kosovës që të bien dakord për një koalicion të ri evropian midis socialdemokratëve VV dhe PS, LDK-s konservatore dhe PDK-s liberale, pa ndonjë pengues për listën serbe të veçuar nga Vučić dhe pakecat e tjera. Tutje eksperti austriak ishte edhe një kandidat potencial për president, që sipas tij është profesor Alush Gashi. Partitë duhet të bien dakord gjithsesi për një president me 80 vota dhe për këtë një burr shteti i moshuar si profesor Alush Gashi mund të jetë kandidati ideal për president, i pranueshëm për të gjitha palët, ose për të kërkuar përsëri pasodit, këtë herë një mandat të plot, por sigurisht dikush mjaftueshëm i vjetër për të bërë vetëm një mandat si president. 3 pretendentur të bërë kryeministër mund të bien dakord thjesht për mallësinë e partisë, duke vendosur se kush do ta marrë kryeministrinë, dhe ky është Albin Kurti, me 2 zvendës kryeministrat nga LDK-ja dhe PDK-ja, Lumir Abdixhiku dhe Bedri Hamza. Ky është realiteti, rezultatet politik dhe zgjedhjet e reja do të rezultojnë në një rezultat të ngjashëm, prandaj bëuni realist dhe pranoni vullnetin e popullit.